Vlora është kthyer tashmë prej 2-3 vitesh në epiqendrën e investitorëve të huaj, por dhe atyre vendas. Edhe plazhi i Portonovës, një nga plazhet e egër dhe të virgjër në vijën bregdetare të Vlorës, është tashmë në fokusin kryesisht të investitorëve të huaj. Bëhet fjalë për një plazh që vitet e fundit ka qenë kryesisht në fokusin e pushuesve me kamper, por tashmë duket se edhe kjo zonë mund të jetë një nga investimet e rëndësishme që pritet të kryen në bregdetin e Vlorës. Në fakt, numri i pushuesve gjatë ditëve të qershorit, por dhe në fillim të korrikut është i pakët, kjo edhe për shkak të pamundësisë për të larë në det apo dhe për të qëndruar në këtë zonë. Megjithatë, pritet që edhe Portonova të kthehet tashmë në një nga pikat strategjike të qytetit të Vlorës dhe një nga investimet më të rëndësishme në bregdet. Sipas burimeve konfirmuar për Blu Televizion, gjatë ditëve të fundit në zonën e Portonovës janë parë investitorë të huaj, por edhe vendas të interesuar për të parë nga afër këtë perlë dhe këtë bukuri të bregdetit të Vlorës. Natyrisht, kjo mbetet thjesht në kuadrin e burimeve, megjithatë pritet që shumë shpejt edhe kjo zonë të nënshtrohet investimeve strategjike në bregdetin e Vlorës. Zona e Zvërneci dhe Portonova po kthehen në një prej pikave më të kërkuara për investime në bregdetin e Vlorës. E njohur për natyrën e egër, gjelbërimin e dendur dhe bregdetin e virgjër, Portonova është tashmë në fokusin e investitorëve vendas dhe të huaj që kërkojnë të zhvillojnë projekte turistike apo rezidenciale. E pozicionuar pranë luginës së Nartës dhe vetëm pak minuta nga qyteti i Vlorës, kjo zonë mbetet një nga të paktat plazhe ende të paprekura. Kjo ndodh edhe për shkak të vështirësisë për tu arritur për shkak të gjendjes së rrugës që të çon drejt tij, si një nga potencialet më të mëdha turistike të jugut të Shqipërisë. Aktualisht, interesi është rritur ndjeshëm, ndërsa pritet që në muajt në vijim të konkretizohen projektet e para investuese në këtë zonë me perspektivë të qartë zhvillimi. Në fakt, gjatë viteve të fundit, Portonova ishte një nga destinacionet kryesore për pushuesit me kamper, por për shkak të plazhit të egër dhe faktit që nuk është i mbrojtur, pushuesit janë më të pak. Tashmë kjo zonë ka ngjallur interesin e investitorëve kryesisht të huaj dhe pritet që shumë shpejt ky interesim të konkretizohet, pse jo në investime konkrete.